Shorti për grupet e botrorit 2026 do të hidhet sot në orën 18. Shqipëria bën pjesë në bazën e 4, ndërsa ndodhet në grupin e play-offit me Ukrainën, Suedinë dhe Poloninë. Fituesi nga kjo katërshe do të ketë një bilet në botror. Football Meets Data, që merret me studimin e statistikave, ka treguar mundësitë për secilën përfaqësuese që të fitojë kompeticionin më të rëndësishëm, një studim që vjen para se të hidhet shorti, pasi më pas mundësitë ndryshojnë sërish. Fituesi i botrorit nuk pritet të dalë nga ekipet e play-offit, të gjitha grupeve u jepen më pak se 1% mundësi. Çfarë bie në sy nga Europa është se grupi i Shqipërisë renditet më poshtë. Kështu mund të thuhet edhe se rrugtimi i play-offit për Shqipërinë është më i lehtë i mundshëm. Sa i përket fitimit të botrorit, Spanja me 22% është e shkëputur nga pjesa tjetër, kështu pritshmëritë janë të mëdha te kampionët e Europës, që do të përsërisin vitin 2010.